Të nderuar shikues, mirë se vini në këtë edicion special të një dite që mund të jetë përcaktuese për të ardhmen institucionale të vendit. Do të shkojmë menjëherë në Kuvendin e Kosovës, aty ku kryetari i PDK-s është duke u deklaruar. Me cilin kemi shkëmby ide dhe diskutimet për sa i përket konstruimit të Kuvendit Republikës Kosovës. Qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të mijat janë ato që ju i dini. Unë ato që e kam thonë pas gjdo dështimit se ancës këtu para jush, ja kam thonë dhe Zotit Kurti përsëri që për PDK në shumë e rëndësi që sa më shpejt zhbllokohet kjo situatë, që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e që të hyet në fatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Dhe për të ndodhur kjo, padyshim që privilegji kushtetues për ta propozuar kryetaren ose kryetarin i takon parti që ka dole para, në këtë rast koalicionit vetëvendosje Guxo Alternativa. Por, me qenë se është hera e parë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, që një parti apo koalicion që s'ka shumicë parlamentare, po kërkon me zgjedh kryetarin ose kryetarin që dëshiron, atëherë normalisht që një gjë e tillë nuk mund të imponohet në mënyrë se siç ka ndodhur deri tash. Kështu që edhe Zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kam thonë juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim bllokues mohus. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë parë. Asnjëherë në kaluarën nuk është zgjedh, as është votu një kryetar apo kryetare kuvendit prej atyre që s'kan marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me një çështje e tillë, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme dhe tashmë janë spaku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kemë votat. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër, nën kryetarët as që diskutojnë, as që lidhen me diskutime për kryetarët. Janë çështje ndome. Neni 67 i Kushtetutës e ka fjalin zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve, po kjo s'do të thotë që është e njëjta gjë. Sepse ai që deli pari, edhe gjykimi 2014 i gjykatës kushtetuese e ka qartësuar. Është pozicion shumë i rëndësishëm. Nuk i kemi ne pozicionin e kryetarit kuvendit, pozicion simbolik siç po thonë disa. Jo, është pozicion shumë i rëndësishëm dhe ka ndodhur edhe në kaluarën që mund të jetë dhe kreu i shtetit. Mund ta luajë apo ta ushtrojë detyrën e presidentit. Kështu që nuk është asafërsisht i zbarazvlefshëm, i krahasueshëm me nënkryetarët. Ju flet dikush që ka qenë nënkryetar dhe që e di mirë këtë punë, andaj çështja e nënkryetarëve nuk diskutohet, ajo është pako, votuan 3 shqiptarë, po mendoj 3 për kandidatët e 3 partive më të mëdha ndamas, pastaj minoritetet dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është këtë çka kemi diskutuar, nuk besoj që ka ndryshuar si situatë. Por që ta dinë edhe tjerët që dje kanë pasur ndonjë pikpyetje, Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë të kaluarën asët nuk i heziton dialogut dhe diskutimeve me këndo. Na e kemi përgjegjësinë para votuesve tonë më së pari, po edhe para këtë qytetarëve të Kosovës. Dhe do të ishte për perceptimin tim një ikje e panevojshme, ne as i kemi i kërkuar në kaluamën, as i kemi sot, as kemi i tashmën, sepse i paraqesim qëndrimet tona që i kemi e të cilat janë transparente të hapuna krejtve ka një. A bën për cilin me diom se pare? Okej, Shqipnis. Po. Nuk. Zoti Kurti aja përgjigjet vetë, nëse mundi me nëzonë, dikun me allon përgjigjet, se dhe ta s'keni qenë shumë suksesshëm, sa akun po, për kundër që ne këtu jemi çdo ditë para juve. Unë nuk jap propozime. Jo kom thonë dhe këtu. Nuk jap propozime, unë se i takon atij me dhon propozime. Jo, unë nuk e di në ora 10 ose 11, unë nuk pres në ndryshim, nuk e di, andron, nuk shikoni unë korrektësinë e ruaj me gjithë. Edhe me ata që janë korrekt dhe ata që janë korrekt, sepse na takon neve për vete. Unë për ju të regoj që ka kom thonë si Parti Demokratike, si kryetari PDK-s. Namën të Kurtit let ju të regoj që ka thonë, se s'dia ko transkript takimit, por propozimet nuk i japë, sepse s'du me i dëmtu ata që menoj që
munden me qenë kryetar, ju e dini, nëse thëmë ky ose ai, ta qatë dit edhe nëse e kanë konsideru, ma mërmenja që ç'konsiderujnë. Pozitive për ndryshim nga ana e zotit Kurti qëndrime. Apo e monë rënë dikush? Po, mire ki. A kishte sinjale për ndryshime nga ana e zotit Kurti sa i përket emrit për zonjën Albulina Haxhi? Nuk më tha që ka ndryshu, kështu sinjale nuk muj me i interpretu, po unë besoj shumë fuqishëm që nëse dëshiron me zhblloku situatën edhe me zgjedh kryetar të kuvendit edhe me konstru kuvendin, me hina votë kushtetuese, me tentu me bu kryeministër, ai duhet qysh sot me ndru kandidat. A ndron ta shumë. Nëse ndron, e kuptoj si vullnet për me zhblloku situatën edhe me konstru kuvendin. Nëse nuk e bën, e shot kundërtën, që s'është vullnet për me zhblloku situatën. Diskutu për një mundësi të koalicion. Po jo, më çfarë? Jo. Po jo, pyetja është e drejtë, po jo bre. Është dualedu shumë në opinion publik që është arrit një marrëveshje e madhe PDK VV Kush për po një dhe? mandat. Krejt analizën shumë dhe këtë dëbodën ja. Më falë se kam me shpërfil pyetjen, se çdo pyetje është legjitime. Kina drejnë në vogël. Jo, çdo pyetje është legjitime, po do me thonë ke krejt kështu jashtë kontekstit, jashtë planit dhe s'ka kur të gjë për atë punë. Qëndrimi PDK-s ka ndryshu. Këtë çka ka ndodhur sot është e qartë, kom shku me i thonë zotni, në rëje kandidatën nëse ki për një me konstu kuvendit. Po vetë sa thashë se s'jom këtu me dhonë citatet e tuja. Po. Jo, nuk i përmenda emna, sepse menoj që thash, korekcia është nuk du me dolun jashtë komitetin. S'është të PDK-s mi propozu kandidat kujdo, por të pak të ne jemi korrekt me thonë që qëta si votujmë. Me thonë që Albulina Haxhiu s'ka lënë. Tash, nëse dojnë me kalu dikon tjetër, mundësinë e kanë. Jo, në momentin që të bëhet kryetari, shumë a letë bëhet nën kryetarët, sepse shikoni nën kryetarët për 120 deputetëve dhe me dashme bloku lëvizjave vendosje kanë veç 48, që një shumicë potenciale ekziston me i kalu nën kryetar. Çështja e bllokadës është nën te kryetari, nuk lidhen nën kryetarët në asnjë lloj diskutimi me kryetarin. A ka me pas ndryshim i varet për vetëvendosjes, varet për zotit Kurti, nëse dëshiron për një me zhblloku edhe me tutje, unë besoj që del me një arsye me ndrën kandidatën në ecim. Nuk jam i bindur që do ta bëjnë gjë të tillë, por tek e fundit përgjegjësia jam është me u mundu me i dhonë venit institucione prej pozicionit cilin jemi. Shikoni, nuk janë zgjedhja e parë, ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E kemi përmend, nuk kemi diskutu për qyshme, po kemi përmend që nëse ka një blokad, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi, nga ona vetëvendosjes, që me thonë ja Albulina ja hiq, me bo ma transishme Zojën Haxhiu që po thu thash, se so krejt institucionet e Kosovës, atëherë dorën zamër, ma mirë me shku në qedhe dhe nërë. Po. Pyetja fundit, lutem. Mire ko për ndryshe, që ka tha, merja këshillën. Po. Më falë, duk dëmë dëshira em ka qenë me bo takimin qëtu para juve. Nësë më të rajtë, ta din pikërisht për me pas ma pak pyetje soj natyre. Unë ke shumë i sinqert, ju të regova që ka kemi full, ju të regova që ka kemi thonë prej anës temë, cilat janë qëndrimet, cilat janë improvizimet. Diskutimet, ka një koreksi s'muj me artu me citu unë si reporter që a thëj ke zoti Kurti. A i ka qëndrimet e veta, keni me po në ora 10. Më pyetët, a me ndonë se nuk jam i sigur që ndryshon sët. Nuk jam i sigur, së më dha shaj, mu së më tha, po pëndroj, unë i thash dush me nru. Që ka që? Edhe fundit. Aja përmendët çështjen e hajvanotit që ju ka qujnë mas zgjedhjeve, edhe ashtu një prej pengesave për arritjen e një marrëveshje eventuale.
kom folbe për këtë temë edhe më herët, shoqërin se cili pak a shumë pak e shpërfaq në këtë jetën tonë politike, e shpërfaq edhe formimin e vet, edhe edukatën, edhe ka kalu, edhe çush është rrit, edhe menoj që Dëgjuam kështu kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Memri Krasniqin, do të shkojmë është duke u deklaruar Faton Peci nga lëvizja vetëvendosur. E para nuk ka kur gjë të jashtëligjshme edhe jo të pranueshme rast se kërkohet vota deputetëve. Unë s'kam kontaktuar me asnjërin prej deputetëve të opozitës, po prej këtu publikisht ju bëj thirrje që me votu kryetarin e kuvendit, për shkak se është në interes. Në rast se partitë opozitare kanë shkuar në zgjedhje me idenë që thjesht me na dërgu në opozitë, ekziston vetëm një mundësi, votimi i kryetarës së kuvendit si rrugë zgjidhje, zhbllokimi në aspektin e themelimit të institucioneve të kuvendit fillimisht, madje për të mandatu mandatarin për themelimin e qeverisë. Sa i përket diskutimeve që janë bë në media rreth një telefonate, nuk e di a kanë ndodhur, por sidoqë që tjetë, unë personalisht kam një vlerësim edhe respekt për familjen Ngeci, në radhë parë për Bacen Lil, që është vllau me moshën më të madhe në atë familje, por sidoqë që tjetë një mesazh miqësor për zotin Ganigeci, komunikimet që ndodhen edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që gjitha të shfaqen në opinion edhe në media. Ta zomë që unë për ju të regoj kuptimin një muni edhe me pyet zotin Ganigeci, a i ka dërgu dikuj nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Guxha dhe Alternativa në një SMS, ku e ka shprej dhe thëtë simpatinë dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet dhe bashkëpunim. Shkove të fundit apo më herët? Ja, pas procesit zgjedhor, por megjithatë vetëm me i tregu që nuk dilet në publik kur pranon një SMS ose një thirrje telefonike, e unë që publikisht, me që se deri sot nuk e kom bërë gjithë deputetët opozitës, ju bëj thirrje edhe një herë me mirësi që t'i kontribuojnë të themelimit të institucionit edhe votimit të kandidatës tonë për kryetare. Po kushtojnë edhe ata deputetët e tjerë kundër partisë që kanë dalë, sepse Hekura Murati ditë më parë tha që ka dhe deputetë të tjerë brenda partive që dojnë me votu Albulena Xhiun, por nuk po dalin kundër vullnetit politik. Jo tashmë po supozoj ideni ata emra, mund të na tregoni kush janë ata që nuk po tregojnë? Po tash çdo herë ka edhe një dozë diskrecioni. Jo gjithçka duhet me dalë në opinion. Në opinion duhet me dalë ajo që është interes publik. Por nëse dikush është në një gjendje kuptimin që ndin barrën edhe përgjegjësinë, por megjithatë është i shtrënguar nga strukturat e leadershipit që mos t'i jep mundësi themelimit edhe të kuvendit edhe konstituimit të institucioneve të Kosovës, kjo është çështje që duhet mi adresu kryesisht liderëve të partive politike opozitare. Nëse nuk ka ndrym të emrit për krye parlamentar këtë rast Albulena Xhiut, cila është oferta ose a ka ofertë prej vetëvendosjes për PDK-n, sepse qëndrimi i partive politike tashmë është bërë qartë. Albulenën nuk e votojnë si krye kuvendare. Këtë rast a ka ofertë tjetër prej lëvizjes vetëvendosje që më bind të paktën Partinë Demokratike në këtë rast mas takimit. Kjo nuk është çështje ofertës edhe kërkesës. Kjo është çështje e përcaktimit, kjo është çështje e përcaktimit këtë rast të vetëvendosjes edhe të partnerëve të saj për emrin Albulena Xhiut. Do thotë, e kam thonë edhe herë tjera, po e përsëris prapë. Një drejtë që e ka dhënë qytetari edhe gjykata kushtetuese përmes interpretimit, në të cilën në formë eksplicite thuhet që e drejta për propozim edhe zgjedhje të kryetarit të kuvendit takon ekskluzivisht partisë ose koalicionit fitues. Kjo e drejt nuk mund të delegohet tek ata të cilët janë humbës të zgjedhjeve, po vetëm tentojnë me kriju obstruksione edhe në anën tjetër edhe një herë. Në rast se ata janë të interesuar që ne jemi në opozitë, ata sa më parë duhet me e votu kryetarin e kuvendit. Faleminderit shumë, meqense edhe profesor Krapi. Edhe pse keni mungu seancën e kaluar se një Përpara, ju lutem. Jo, nuk ka ndonjë arsye diçka filozofike pse ka mungu. Unë punoj për Kosovën edhe me Kosovën prej shumë vitesh, kështu që jam angazhuar politik me punu pak më konkretisht e intensivisht. Normalisht që si më dhanë sa që është pak ku aprovime dhe më desh më u kthy me i përmbyll disa gjana, po gjana normale, kështu që. Tash keni me kohën e këto seancat e tjera që janë të rrezikshme temi kështu sa i përket numrit. Absolutisht. Nuk ka diçka. Jam pjesë e grupit, grupi është shumë kompakt, edhe po tash si më marr me thonë, unë nuk jam mësuar mëse me punu, kështu që më desh një moment që më u kthy me po diçka konkrete. Una morë. Atëherë Besar, sigurisht që jemi në këtë linjë të drejt për drejt nga një pjesë tjetër e kuvendit ku
deputetët kanë filluar veç të arrijnë për të futur në këtë seancë, në këtë përpjekje tjetër për konstituimin e kuvendit, ashtu siç e pat ishte deklarimi i zotëri Faton Pecit, pra deputetit të zgjedhur, ndërsa më herët kemi pasur edhe një deklarim tjetër nga Hekuran Murati nga lëvizja vetëvendosje. Ai sa do pak komentoj takimin e sotëm duke thënë që ftesat për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për lidhjen demokratike të Kosovës nga ana e lëvizjes vetëvendosje janë bërë me qëllim të zhbllokimit të situatës së tanishme që sipas tij të sigurisht njëherë të vendoset parimisht legislativi për t'i hapur rrugë pastaj ekzekutivit gjithmonë sipas Muratit. Ai tha se i vetmi faktor sipas rënditjes së partive opozitare për momentin është lidhja demokratike e Kosovës, ajo që me qëndrimet e saj nuk ka vullnet për të zhbllokuar këtë situatë. Deri më tani nuk kemi jashtë një qëndrim nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e as nga nisma të cilët akoma nuk i kemi parë të kanë ardhur nga kjo hyrje, sa i përket kandidaturës Albulena Haxhiut, edhe sot nuk ka një deklarim konkret nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje të cilët kanë ardhur nga kjo hyrje. E vetmja e cila deri tani ka arritur dhe nuk kemi arritur të marrim një deklarim prej saj është deputetja Albulena Haxhiu, e cila deri më tani ka qenë kandidate për krye parlamentare propozuar nga lëvizja vetëvendosje, por nuk e dim se a do t'jetë përsëri. Faleminderit Arlinda, ndërkaq për t'i analizuar me thellësi dhe panshmëri, sot në studio janë profesor Muhamet Kelmendi dhe profesor Kadri Kryeziu, ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Mirë se erdhët në studio. Mirë gjemi, faleminderit për ftesën. Atëherë, profesor, po nisim me zotin Kryeziu, me që është hera parë që jemi së bashku në studio. Si patu deklarime dhe këto qëndrime të Partisë Demokratike, njëkohësisht dhe të deputetëve të zgjedhur? Shikoni, këto situata janë të paparashikueshme. Është për herë të parë që ndodh në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, se përket anës kushtetuese, do të thonë kanë hapësirë të mjaftueshme, këto çështje janë të rregulluara me rregullore të parlamentit, e këtu mungon vetëm një vullnet politik, një mos bashkëpunim, edhe disa kapricet që na kanë mbetur gjatë gjithë historisë. Përndryshe, nuk kemi probleme tjera. Kjo situatë e pengon curi tjera për qeveri edhe për krijimin e institucioneve të cilat duhet t'i krijojë Parlamenti i Kosovës, se është një organ bazik i cili e zgjedh edhe kryeministrin edhe presidentin e shtetit. Këto situatat i kalohen vetëm me marrëveshje, me kompromise dhe nuk ka farë probleme tjera të kësaj, por këto janë pasojat janë të fushatës. Pasojat e fushatës të cilat po reflektohen tash. Profesor Kelmendi, nga këndvështrimi juaj, si patu qëndrime? Me lënë që s'pari të thëmë një mendim timin personal që ndoshta nuk është objekt në pyetjen e juaj drejt për së drejti, po duhet të them. Në ftesën të cilën zoti Kurti ju ka drejtuar LDK-s dhe PDK-s e shoh jo të kapshme dhe të logjikshme dhe të politikisht të arsyeshme që mos t'i drejtohet zot Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për arsye se edhe nëpërmes së tillë kishte më shumë krijuar një mazhorancë, një shumicë votave për 60% që të ecet matutje. Domethënë është një menjanim, një ikje nga ftesa e tillë që nuk është pozitive, pra nuk i shërben pluralizmit, nuk i shërben marrëveshjeve politike dhe nuk është në rrugën e duhur të arritjes së marrëveshjeve për çka profesori foli. Në anë tjetër duhet të them, sikur se tha profesori, nga deklaratat e tilla del se nuk ekziston vullneti politik i këtyre përfaqësuesve të këtyre subjekteve politike që të bëhet një kompromis i kapshëm, sepse edhe disa herë kam deklaruar këtu në këtë studio se në demokraci liberale, ku ka sisteme shumë partijake, ku kemi parti politike të ndryshme, shumë partijake, natyrisht se kompromisi është arma kryesore e zgjidhjes së problemeve. Marrëveshja midis subjekteve politike për të kalimin që është përndryshe është alogjike që të kemi shumë parti politike. Vetë fakti se kemi shumë parti politike dhe një nuk e fiton shumicën e votave, është logjikshëm ky kompromis. Falë, kemi Lutfi Azirin nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Vaziri, cili dhe kërë refuzuar takimin në Kurtin, cila është arsyeja? Nuk është refuzimi i dialogut, ka të bëjë me refuzimin e ftesës, sepse ju kemi përgjegjë në ftesën e parë. Nuk ka nevojë të ketë takim politik për procedura, siç po thotë zoti Kurti. Nëse është procedurale, atëherë duhet me trajtu si procedurale. Nuk shkon takim për të drejtën e fitume. Dhe natyrisht këtu po mungon një marrëveshje politike që partia e parë duhet me realizu. Për kuvend, edhe për qeveri, apo si do që e kam planin. Me pasqenle dhe kanë këtë pozit, ne para 5 jave i këshmi mbyll edhe kuvendin edhe qeverin, edhe çështjen e presidentit i këshmi zbardh. Si bëhet marrëveshje politike pa takime? S'ka vullnet, nuk është që s'ka takime. Nuk ka vullnet politik për me zgjidh problemin. Me ba takime vetëm sa për të taku, edhe mu taku në parimin më morë vesh për mos më morë vesh, LDK nuk funksionan. Ne shkojmë takim vetëm kur do të me krypun, sa e përket angazhimit politik, ne kemi përgjegjë letrën e parë. Letra e dytë, konsultime për konstituim të kuvendit, për çështje procedurale, procedurat i ka zoti Dehari, si ma plako i këtij kuvendi, edhe zonja Jashari si marrja këtij kuvendit, munges ti, ata i kanë të drejtën procedurale edhe ceremoniale këtij kuvendit. Por nuk lejuan që me procedurë dhe me ceremoni me ecë kuvendi, atëherë kryetarja e kuvendit këtë rast zgjedhet vetëm me vot dhe ajo do të ketë një marrëveshje politike. Faleminderit shumë. Ju quajti si shoqëri aksionare dhe që nuk e dëni të mirën këtë vendin pasi që keni mentalitet bllokues, por nga një parti e cila siç ta ku kanë qenë nuk kanë qenë institucionaliste, tash po i bllokon institucionet. Si e komentoni këtë deklaratë? Po njerëz që dalin për LDK-s nuk i morin vlerat me vete, s'pako do të me morë kujtimet e mira me veti. LDK-ja asnjëherë nuk ka ble bari të rishnave në vend të zavendësimeve tjera dhe nuk ka fliq politika me situata tilla, kështu që kisha lut me qenë shumë të kujdesshëm. Këtë raport, LDK-ja është institucion politik ku shumë njerëz janë rrit, janë eduku, janë pjek politikisht, por ka dhe shumë tillë që e kanë konsumu LDK-n, e kanë shfrytzu LDK-n, jo si trampolin politike, po e kanë ngry politikisht LDK-n për motive politike. Nëse ju ecë kështu, le të ecë, nuk është problemi yni, nuk ka problemi LDK-s. Ata ka gjetë vend më të ngrohtë me punu politikisht, por vlera nuk kanë morë interesa politike. Nëso mbindin që kanë mirë e kanë drejtë që kam thonë, unë jam i gatshëm, vetëm duhet me mbind që me i besu propozimit edhe arsyet pse duhet me votu. Deri këtu nuk kanë arrit me bind kërkend, as në partit politike, as ne. Faleminderit shumë. Ishte pra Lutfi Aziri, një nga figurat kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Profesor Kelmeni, do një të vazhdoni mendimin apo të kalojmë në një pyetje tjetër? Po më në kalojmë në pyetje tjetër. Si e keni parë refuzimin e ftesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në ftesën e Kurtit? Po do shta është parimore, mund të quajmë parimore, po sa më përket mua, dhe me thonë nuk është parimore, kanë për detyrë se partia më madhe që ka deputet më shumë ka përgjegjësinë më të madhe. Po dhe gjitha këto parti tjera kanë përgjegjësi në raport me kushtutën dhe ligjin të janë të detyruar me kriju institucionet. Kjo situatë është situatë konstituive që në kupton është një moment i themelimit një institucioni shumë të rëndësishëm dhe është një seancë, dhe me thonë ka fillu edhe mbaron vetëm me zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarit. Për ndryshe, edhe deputetet nuk kanë detyrë efektive, nuk mund të veprojnë diçka tjetër, dhe me thonë se është procedurale, ka karaktere ceremonial, por ka ndodhur kështu, ne si hartues kushtetues kemi mund të parashohim, të krijojmë ndonjë afat caktuar kështu deri kur zgjat. Kjo zgjat deri në momentin kur këta vullneti i tyre, dhe me thonë, vjen në shprehje. Një pyetje hipotetike, po të ishit akoma gjyqtar dhe në një situatë të tillë, do duhet ndoshta të ndërhynte presidentja, apo do ta ndryshonte realisht kushtutën për këtë çështje, sepse e kam parasysh që nuk mund t'i parashikoni gjithë situatën. Vetmja shpresë ta quaj kështu është nenit 113 i kushtutës pika 3.5, e cila do thotë se presidenti i shtetit, nëse e konsideron se është shkel
kushtetuta gjatë procedurës ka të drejtë të vjen për e herë. Jo është dhe produkti tyre, ata nuk dëshirojnë, e nëse dëshirojmë ne vetë ta demolojmë shtetin, ata nuk lejojnë, kështu që do ndërhyjnë me siguri, por nuk e di dhe i kur është afati, po në besoj që edhe një muj ditë më shumë nuk shkat. Zotë e keni mendin nga këndvështrimi juaj, si po sheni gjithë këtë temë në thojza katrahur politike që po ndodhë në vendin tonë, pra blokim totalisht institucioneve të Kosovës? Nuk du të them se forcat politike, partit politike, kuptimin të subjekt pra politike dhe përfaqësuesit të tyre, që për ndëgjojmë për çdo ditë para kuvendit dhe pas kuvendit, duke deklaruar, pashtu edhe në media, nuk i shoh si forcat e cilat janë në gjendje të kuptojnë sistemin politiko-shoqëror. Të dinë që në situata të tilla duhet të bën kompromise, duhet të bën marrëveshje. Nuk mundesh të detyrojsh një subjekt tjetër të paraqet një kandidat tjetër dhe të rezervojsh të drejtën tënde ekskluzive për partinë që unë paraqes kanë të du pastaj si nënkrytar. Pra nuk shkojnë ato për çështjet e cilat shkojnë së bashku dhe nuk mundesh nga dikush të kërkojsh diçka dhe vetë pastaj mos të japish përgjigje. Të njëjtën kohë të kërkojsh marrëveshje dhe të njëjtën kohë të jesh kundër diskutimeve për marrëveshje. Të njëjtën kohë të thush se duhet të ndroj atë pozitë, të ndroj presidentin e kandidatin për president, për kryetar të komendat, të njëjtën kohë të thush përfaqësuesi ynë për nën kryetar është i padiskutueshëm, është drejt ekskluzive partisë sonë politike që do të paraqesim. Këto janë gjëra thjesht i quaj të papjekurisë, të panjohurisë politike dhe juridike kushtetuese të kushtetutës që shpoli zoti gjykatas. Unë? Ashtu është. Pra ne vjen shumë keq për këtë gjendje që kemi ra. Dhe unë shoh të rrugës, kam thënë këtu më herët, janë dy baza juridike kushtetuese që ja shoh presidentes në kompetencën që duhet institucionet e Kosovës duhet të funksionojnë në bazë të kushtetues. Është në 84 kushtetues paragrafi 2, ku flet se presidentja garanton funksionimin kushtetues të organeve të shtetit të Kosovës, ka për detyrë. Dhe në 118.5 paragrafi 2.5, ku thotë se duhet të bëj kërkesë pranë gjykatës kushtetuese lidhur me çështjet e tilla, sepse është çështje kushtetuese kjo. Pranina kjo nuk mund të shkojnë. Pra jam i mendimit, që kam thënë edhe më herët këtu, që kjo mund të tolerohet dhe unë ju kam sjellë edhe shembull nga kalura, kur neve na thirrte ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ju kam tregu këtu para qytetarëve tuaj, para teleshikuesve tuaj këtu, që nëpërmes tyre kemi arritur marrëveshjet shumë herë nëpërmes intervenimit të ambasadës amerikane. Dhe një shumë i mendimit se sa do të shkoj periudha kohore nuk e di, po unë besoj që një intervenim nga jashtë nëse ecet me këtë kënaqësi midis subjekteve politike dhe përfaqësuesve të tyre, do të kemi nga jashtë këtë hetim. Por i dëshiroj për spari presidentes dhe bëjthiri presidentes që këto dy baza juridike kushtetuese të shfrytëzoj, të fut në veprim gjykatën kushtetuese dhe të shkojmë procedurën si po ecit. Çfarë në qendrimi do të merr gjykata kushtetuese për të ecur martutje. Kjo është detyrë me ndërmjetën e kushtetuese e presidentës, sepse është i vetmi person që ka pushtet aktualisht legal, ligjor në Kosovë. Kështu, kur për shembull, që ta plotësoj pak profon, kur kemi hartu kushtetutën, s'kam qenë veçon në 21 mandati i presidentit është 5 vjet. Kjo është parashiku se ka mundësi me ndodhë këto situata. Për momentin, ne jemi një farloj kome, dhe më thonë shprej është mjekësore, në kome institucionale. Por vetëm presidentja, dhe më thonë, e ka një vjetë mandatin, edhe e ka për detyrë kushtetuese të ndërhyjë, se është faktori i unitetit të vendit. Profesor, lutem, e kemi zotin Zema nga Lidha Demokratike e Kosovës? PDK-s, jo s'keni marrë
pjesë në takim, cilë është qëllimi juaj dhe pse s'keni votuar? Po vetë përgjigjen e gjeni në letrën e zotrit Kurti, letër e cila është sa për të vazhduar mashtrimin e takimit të tilla, sepse takimet e tilla për zgjedhjen e ta quaj kushtimisht zgjedhjes së njerit për institucionet më të larta që ka Republika e Kosovës, kryetarit të kuvendit, nuk bëhen në këtë formë, po janë vetëm sa për të treguar që atë që kanë në mendin e tyre fuqinë politike, por jo zgjidhjen brenda kuvendit të Kosovës ashtu siç e kërkon kushtetuta edhe vullneteti qytetarëve të vendit. Kolegu ju nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zotri Patam Peci, u quti si parti shoqëri aksionare faktikisht, edhe tha që një parti e cila po funksionon e dikur ka qenë institucionaliste, tash po bllokon institucionin, po ka një mendsi bllokuese. Po, i mjerja i cili e ka lshu LDK-n edhe akoma e ka atë dëshirën e vullnetin, ndoshta edhe dashurinë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, po kjo është realitet tjetër. LDK ka organet e saj, ka deputetet e saj, e për përgjigje tjera shihem në seancë në votën e kërkuar që të kenë ngjartë një deputet. Kundër kësaj deklarata i kërkoi që ju ta votoni. Siç të pati një ftesë sinqert. Nëse zgaboj kështu, prej 120 deputetëve ndoshta është i fundit që ju kisha përgjigjen këtë farë teme. Unë thash edhe njëherë, ne kem organet tona, kem qëndrimet tona, janë konsistente, janë publike dhe nuk ka asnjë dallueshmëri. Zgjidhjen duhet ta bëj zotri Kurti, po jo në këtë formë, jo parcialisht, jo duke tentuar që herët në mëngjes sa për të hidhur sy e faqe opinionit publik, që kisha unë po temat e takimit. Kjo është mashtrim optik për qytetarët e vendit me datën 1 maj ku ju edhe gjithë punëtorët e Republikës së Kosovës do të meritoni një ditë pushimi. Koni pak zoti Zemaj, ndoshta kish mujt me pas një ofrim për një marrëveshje politike. Jo, por ne s'po paragjikuem, ne kishim paragjikuar për një njerëz që nuk e njohim ose na kishte ardhur ndoshta si përfaqësuesi i BE-s i ri në këtë drejtim, por për zot të Kurtin që e njohim, i kemi një 20 vjet këtë jetë politike me të, pe gurve, molotovit, gazit, edhe dete asnjë fjalë mbajtur. Nuk kemi çka me paragjikuar. Përveç Marigona Kesit, kush janë deputetët të tjerë të LDK-s që janë thirrë nga vetëvendosja, nëse mund na tregoni pasi ata po thonë që janë thirrë. Kanë emën, biemën, kanë vota, kanë mandat, mundem i pyet një ka të hinë, ka të dalin. Me rëndësi Armen Zemaj nuk është. Dëgjuam pra dhe zotin Zemaj, profesor Kryziu, do të kalojmë tek një çështje tjetër të cila u përmend kalimte, pra ndërhyrja ndërkombëtare për zgjidhjen e situatës. A mendoni që mungesë të, e kemi zotin Limaj në deklarim? Po, pyetjet me di. Shpresoj që ne morë edhe përgjigjen mbas kuvendit. Po shkojmë edhe sot në seancën e kuvendit. Siç kam thënë edhe herën e kaluar, konstituim të kuvendit dhe qeverisë si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë të bëhet pa një marrëveshje politike, koalicionit i cili e përcakton, e definon dhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh dhe qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj. Ato që tash një kohë jam duke i thënë, njerëzit ta kuptojnë. Kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithkund në botë, kështu është bërë Kosovë deri më tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohen para se mu fut në kuvend dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve. Prej kryetarit të kuvendit e den qeveri. Dhe po pres dhe po besoj që kjo shumë shpejt do të ndodhë, sepse kjo është interesi i vendit tonë i Kosovës. Për më tepër, besoj masi të kryhet seanca, jam i gatshëm të zgjeroj. Po të një parafirim mes juve dhe lëvizjes së vendosjes. Se nuk ju thini Kurti dalin të prononcohen se partia vendose kur do të jetë kandidat edhe jo dikush tjetër, prandaj ne do të vazhdojmë me qëndrimin. Atëherë nëse ndoshta do të diskutojmë si grup, po megjithatë ne do të vazhdojmë një. Ne nuk e dim se kush do të jetë sot kandidat apo kandidatja. Në raste të caktuara ne do ta shqyrtojmë, por përpos atyre dyve nuk kemi qëndrim për po një herë për një herë. Ka drejtë që komentoni që veç akën Kurti se ka thirrë takimin që e ftoi LDK në PD. Po, edhe e lexova veç ftesat në formën dhe mënyrën se si janë bërë, nuk ka qenë korrekte.
sepse duhet të ndohet zgjedhja e kryeparlamentarit me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, sepse ajo është një procedurë administrative që është e rregulluar me rregulloret e kuvendit, se cila parti ju takon nënkryetari i partisë, nënkryetari i kuvendit, dhe tash nuk mundet të jetë njëjtë qëndrimi si për zgjedhjen kryeparlamentare. Për kryeparlamentar duhet të ketë qëndrim politik, duhet të ketë ndonjë koalicion dhe është obligim i lëvizjeve të vendosur për sigurimin e 61 votave, me pas të ketë edhe 61 vota për formimin e qeverisë. Dhe tash ky stopim, këtë formë dhe ftesa që ju ka bën, nuk e komendu që është ftesë korrekte, sepse i ka balancuar zgjedhjen e kryeparlamentarit duke kurzuar në zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, gjë që nuk është procedurë e njëjtë, sepse ajo është një procedurë krejt tjetër, kjo është krejt tjetër. Nuk e besoj se do i kishim shkuar në takim, ju e dini qëndrimet tona, i kemi pas qëndrimet të qarta dhe asnjëherë nuk kemi hezituar të bojmë publike dhe para mediumeve. Jo, absolut. Ne mbajmë qëndrimet e njëjta, nuk kemi ndryshuar qëndrim, shumica e deputetëve me përvojë, s'kemi vot për këtë qeveri dhe për kuvendorin. Për zhbllokimin e kësaj situate, thash edhe më parë, kemi propozuar 2 emra, nuk ka s'ka ndosh të krijojnë në një konsenzus apo një temë tjetër, dhe parti tjera kanë thonë që ndoshta me ndryshimin e emrit të kandidatëve për kryeparlamentar ndoshta do të votojnë. Po cili a do të gjejnë një kandidat që ndoshta e ka një shok, një mik që do e sigurojë një vot, po megjithatë opinioni gjërë duhet ta di se bllokues të konstituimit të kuvendit është lëvizja vetëvendosje. Faleminderit. Atëherë dëgjuam pra Fatmir Limaj nga Nisma Socialdemokrate dhe Time Kadriajin nga AK-ja. Profesor, ishim duke biseduar për ndërhyrjen ndërkombëtare në këtë situatë cila është krijuar, pra po shkojmë drejt një krize të thellë institucionale, duke pasur parasysh që s'pati asnjë marrëveshje. Shikoni, ne kemi pas përfaqësuesin special. Bota demokratike ka konsideruar se ne jemi të pavarur dhe sovran për marrjen e vendimeve, sidomos edhe politike, duke pas parasysh se ka kaluar një kohë gjatë derisa kemi shpallë pavarësinë e kështu me radhë. Unë e konsideroj se duhet pjekuri politike për këto, për ndryshe, duhet më shterë edhe kompetencat e presidentës, bota ka më na shiku derisa dhe presidentja mund të bëjë diçka, nëse jo, unë jam i bindur që duhet në ndërhym, se nuk e lejon të shkojmë atje, se kjo ka pasoja. Pasoja ka politike, ekonomike, ka pasoja karakteri ndërkombëtar, ka pasoja shoqërore, sepse këto janë depresione. Unë e kam rekomanduar një ditë që mund mos mbledhen, derisa të mirën vesh. Nuk kanë nevojë me dalë edhe me maltretu edhe popullin edhe qytetarët. Mos mbledhen hiç kur të mirën vesh, mund ta bëjnë, domethënë, mund ta zgjedhin kryetarin e parlamentit edhe pastaj me shku me institucione tjera. Zoti Kelimendi, shihni ju ndërhyrjen në faktorin ndërkombëtar të ambasadorëve të huaj që janë në Kosovë, si e domosdoshme për zgjidhur situatën? Tash varet për situatave që do të zhvillohen, brenda dhe jashtë në raport. Pozicioni i Kosovës në kuadër të Unionit Evropian, në raport me shtetet e tjera dhe qëndrimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Kosovës, Ballkanin përgjithësi dhe natyrisht Unionit Evropian. Ne jemi në një situatë të jetuar aktualisht në botë ku Shtetet Bashkuar të Amerikës ende nuk kanë qëndrim të qartë sa i përket Ballkanit perëndimor. Kanë vazhduar rrugën e njëjtë që ka qenë në të kaluarën, në kohën e administratës Biden, në kohën tash të administratës Trumpit, por natyrisht nga zhvillimet e kaluara politike që kanë ndodhur në Kosovë, edhe pse ka qenë përfaqësues special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s këtu, ai përfaqësuesit ose ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka luajtur çdo herë një rol konstruktiv të bashkimit, të parafrimit të subjekteve politike në zgjidhjen nga ngarqeve të krijuara në fushën politike, në fushën e tillë të ndërtimit të pushtetit, të ndërtimit të organeve të shtetit. Dhe në këtë drejtim, natyrisht se nuk mund të presim aktualisht që të intervenoj, parasysh se ende kemi anë juridike ose kushtetuese të cilat duhet të zgjidhen apo duhet të përdoren nga ana e presidentes, sepse është në kompetencën e saj
i tha me 2 baza kushtetuese të cilat i ka, e të cilat duhet të shfrytëzoj, duhet të garantoj funksionimin e organeve të shtetit, dhe së dyti, nëse se ka pengesa kushtetuese në realizimin e sajna, sipas ne 113, duhet të bëj pyetje kuvendit ati gjykatës kushtetuese, që gjykata kushtetuese ta thot mendimin e vet lidhur me këtë çështje. Por ajo që më shofu në këtu tek partitë politike vjen shumë rënd të theksoj. Po duhet ta them sepse kemi tërësisht një ngërsh, një tërheqje nga çdo pozitë e arritjes së një marrëveshjeje. Ose bëhet kështu që shto mune, ose nuk ka vot politike nga ona ime. Kështu mund të interpretohen qëndrimet e tyre. Ose hiqet ky kandidat dhe vetë tjetër, përndryshe ne nuk e japim këtë. Ose kjo bën kështu të shkoj, ndërsa nën kryetarit nuk bën të shkoj. Duhet t'ju them partive politike thjesht. Në Kushtetutën e Kosovës është neni i përcaktuar se si zgjedhet kryetari i kuvendit dhe nën kryetarit. Nuk ka kurrë dallimi midis njëri dhe tjetrit. Edhe në rregullorin e Kosovës është po e njëjta, sepse rregullori nuk mundet me nxjerrë diçka tjetër që është në kundërshtim me kushtetutën. Fillon rregulla juridike të njohura botërisht. Prandaj shkojnë së bashku këto çështje. Prandaj duhet me kuptuar një herë për gjithmonë se jemi në një sistem demokratik plural, jemi parti të ndryshme politike, kemi interesa të ndryshme politike, por e përbashkëta është shteti ynë, e përbashkëta është pushteti që duhet ta ndërtojmë. Prandaj duhet bëjmë kompromise. Këtë e kuptojnë kështu. Profesor Kryzio, apo kuptohet drejt politika, pra si proces, debati dhe përfaqësimi, apo përshtihet si vullnet autoritet? Shiko, për shembull, ne jemi pak specifik. Shiko, në Arnalt atje, domethënë, janë krejt dërkombëtar. Po. Nuk shkojnë në parlamente tjera kështu, vetëm të ne vim, se jemi ende në tranzicion, ende pa formuar plotësisht si shtet. Nuk jemi në Këshillit të Evropës, nuk jemi NATO, nuk jemi në KB. Tani kemi do probleme me Serbinë, e kemi atë territorin, domethënë, vjen kufitarin 410 kilometra, e cila duhet kaloj përmes parlamentit, është problem politik e gjitha këto. Këto janë çështje depresive që po krijohen, domethënë, unë kisha bërë apel që këto duhet më shiru, domethënë këtë citat, se nuk ka kush që na zgjidh këtë problem. Në fakt, unë kam edhe atë idenë se ne jemi 100 deputet shqiptarë kemi në parlament. Këta deputet e minoriteteve janë pjesë integruese, nuk duhet me qenë vendimars. Vendimars jemi shumicë popull, 100 shqiptarë kemi, që mund me kalu çdo gjë, çdo marrëveshje ndërkombëtare, me ndryshu kushtetutën e kështu me radhë. Kështu që duhet me pas kujdes në këto citata. Kjo është një citat e pa precedent, citat e cila domethënë nuk i ka hije Kosovës, se marrëm ta them kështu thjesht minusa nga miqtë ndërkombëtar nga shtetet që ne kanë ndihmuar me ardhe në këtë citat. Profesor, e shihni një ndërhyrje të domosdoshme ndoshta të pjekurisë politike, po flas sepse e thatë edhe ju që jemi në një farë forme në test akoma të shtetit, kemi monitorimin ndërkombëtar. Jemi në farë lloj tranzicioni si shtet. Se shtet i ri jemi. A do duhej liderët e gjitha partive politike të reflektojnë në paktën që problem nga rregulloria s'ka, problem kushtetues nuk ka që pengon. Problemi është politik, imensisë politike. Duhet të reflektojnë me pas një kulturë të lartë politike, duke u bazuar në interesat e përgjithshme, kombëtare, shtetërore dhe ndërkombëtare. Edhe kjo ka lënë. Profesor, ju a mendoni që ka mungesë të pjekurisë politike për të dekaluar këtë ngërç aktualisht ku jemi futur? Po derisa i ndëgjojmë këto deklarata, këto kundërshtime, këto veprime të ndryshme të subjekteve të ndryshme politike nëpërmes përfaqësuesve të tyre, para kuvendit na jep me kuptuar që pjekuria politike nuk është i nivelit të tillë të dëshiruar që ne të themi se me të vërtetë duhet të jemi të pjekur tamam dhe e kuptojmë sistemin ku jetojmë, e kuptojmë pozicionin e Kosovës, e dim çfarë pozicioni kemi në kuadër të Unionit Evropian, e dim rrugën ka të shkojmë, e dim çfarë detyrave dhe punëve na kërkohet nga, sidomos nga miqtan tradicional, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti e flas. Prandaj nuk mendoj se kemi pjekuri të duhur politike. Ne jemi në politikë këtu më me 25 vite. Të gjitha janë politikë, për shembull nga Ledekea, si pa me parë përfaqësuesin, zotin Lutfi Aziotin Aziri. E pa me por nuk tregon pjekuri politike deklaratat e tilla. E pa me deklaratën e zotit tjetër, dhe zotrive dhe zonjave të tjera, dhe kemi pa në kaluarën, i shohim në televizion për çdo natë,
konfërkimit këto të gjitha në japin me kuptuar se ne merremi me politikë, kemi një jetë të tërë politikë që merremi, por nuk e kemi kuptuar sistemin politiko-shoqëror. Nuk e kemi kuptuar se sistemi politiko-shoqëror që ndërtojmë ne kërkon kompromise, kërkon marrëveshje politike, kërkon që bashkë të ecim përpara. Pranina është alogjike të themi që kemi pjekuri të duhur politike. Kjo tamam ta përkujton atë thënien e një shkencëtari të madh në kohën e revolucionit, thotë njerëz kemi mjaft, por njerëz nuk kemi fare. Na kemi politikanë sa dush, po politikanë të nivelit të tillë që kuptojnë pozitën dhe detyrat që cilat duhet nuk ekzistojnë. Do të flasim për hipotetikisht, pasi që janë konsumuar sigurisht edhe temat dhe pyetjet për këtë çështje e cila po na përsëritet për të 7-ën herë, themi kështu për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Po flasim për profilin politik në këtë rast të vetëvendosjes, eventualisht nëse do të ketë qoftë me LDK-n, qoftë me PDK-n, qoftë me AK-n. Pra, cila i përshtatet, sipas mendimit tuaj? Unë e kam cekë edhe disa herë, dhe më thonë, për pas një qeveri stabile, edhe duke qenë të përgatitur për situata që do të na vinë, dhe më thonë, do të kemë disa situata si vjetë, duhet me qenë vendvendosje PDK. Aty vinë edhe alianca, dhe më thonë, të cilët mund t'i kenë pastaj mbi 80 vota për me zgjedhë presidentin në të ardhmen, edhe për me kalu që të marrëveshje ndërkombëtare, edhe për me qenë më stabil një qeveri 4 vjeqare. Çdo qeveri tjetër, sipas mendimit tim, ka me qenë e përkohshme, jo produktive, dhe ajo mund vetëm tjetë qeveri, për ndryshe nuk mund të realizojë asgjë. Kjo kështë me qenë mendimi, edhe është mendimi i bindur, kam bindje, dhe më thonë kjo kështë me qenë mirë. Po këtë duhet kompromise. Mi hedh anërsht ato situatat politike, zgjedhore, tjera, dhe më interesu për kam për shtet stabil, të cilën dëshirojnë edhe miqtë tonë. Për ndryshe, këto veprime janë të papjekura politikisht edhe nuk na çojnë askund. Se na presin disa situata, në situata të rëndësishme për shkak të ndryshimeve radikale në administratën amerikane. Ajo që do doja t'ju pyes sigurisht është edhe çështja me listën serbe, kur kemi të ngritur tashmë dhe aktakuzën ndaj terroristin, të themi, Radoj Shiç. Cila nga partitë shqiptare do të mund të lidhte koalicion me listën serbe, kur dihet që tashmë ish kryetari i tyre është kërkohet nga organet e sigurisë? Po shiko, dhe më thonë, lista serbe, minoritetit janë pjesë integruese. Derisa është pranuar në KQZ, u regjistru dhe ka dalë në zgjedhje në emër të Republikës, ata janë në aspektin formal dhe juridik janë deputet të Republikës barabartë me gjithë të. Nëse s'do me bashkëpunu me listën serbe, mundesh, i të drejtë. Por nëse ka nevojë, për shembull, edhe me bashkëpunu, duhet me bashkëpunu. Janë vende të rezervuara për listën serbe. Zoti gjykat profesori i nderuar njefte, dhe kjo është ajo ona negative që na ka imponuar nga faktori ndërkombëtar, kam thonë edhe këtu për më herët, për përsërisë njëre, se ajo është antidemokratike, sepse kur nuk i vende të rezervuara të tilla, sidomos kodrat e Unionit Evropian, nuk kemi vende të rezervuara. Parasysh i heket e drejta qytetarëve që me votën e vet të zgjedh përfaqësuesin e vet, ai më shkon deri atje sa të thotë qoftë minoriteti serb, qoftë minoriteti jo serb në Kosovë, se s'kemi fare të dalim në forcat elektorale, pasi janë me sens i kemi njerëzit vende të rezervuara, ne ashtu kështu jemi e pjesa atje. Garantuar. Pranina, nuk është çështja këtu se nuk besoj që ka ndonjë parti politike që mund të bëjë ndonjë marrëveshje me listën serbe. Unë duhet të vi tek ajo të cilën e paraqitet pak më parë për çka profesori shpreh mendimin se çka është sa i përket të qeverisjes. Në vende të ndryshme të shteteve të cilat janë në tranzicion, e që ende nuk e kanë zgjidhur përfundimisht çështjen e tyre, shtetin e tyre, të ardhmen e tyre, zakonisht shkohet në bashkëqeverisje. Të gjitha partitë politike bëhen bashkë, bëjnë kompromise të kapshme, të mundshme, të logjikshme, të gjitha të takojnë qeverisë, dhe të gjitha se bashku i dalin çdo prëngesë që i dalin përpara shtetit në ndërtimin e tij përballë. Kjo nuk po bëhet në Kosovë. E kemi Duda Baljen.
asnjë takim dhe qëndrimin kemi një njëjtë. Nuk e voton. Jo. Cila është arsyeja? Arsyeja është mosmarrëveshje dhe mos mirëkuptim edhe me partia cili ka fituar në zgjedhje, edhe tretmanin cili kemi pas, edhe para zgjedhje, edhe pas zgjedhje, edhe na si parti gjithmonë kam përsëri se na nuk e votojmë kërgjë. Zotë Ratina ka deklaruar që ju dhe Zoti Berisha ka një shprehje dëshmëri të bashkëpunimit me ta, si ose vërteta që ne kemi takime me ta dhe të çuditani deri në konsultacion procesit publik. Po, na kemi taku me Zotrin Ramush Haradinën, por alon nuk kemi vendos me bashkangjit në grupi parlamentar. Domethënë as unë, as fal? Jo, ofert nuk kemi, veç me bashkangjit në grup, por nuk kemi vendos alo. Unë nuk mund me fol për vetëm Berisha, për veti, po, nuk kam vendos. Jo. Po unë jam shumë sigurt se duhet me ecë ma tutje dhe duhet me gjetë një kompromis dhe qësh vendos domethënë shumica brenda kuvendit edhe na kena me vendos çështën. Faleminderit. Nëse ata bojnë marrëveshje, shumica ka menduar. Domethënë jam shumë sigurt. Edhe shumë sigurt se duhet me bë. Po, besoj po. Kam e marrë pjesë, domethënë është kryesor se s'jam për, domethënë nuk jemi për. Po kundër jam. Kundër. Po sot kam e votu. Po. Faleminderit. Dëgjuan pra Duda Balën, e cila mungoi 2 seancat e kaluara, profesor, patëm një deklaratë të saj. Mjaft interesant që ta do të jem në anën e shumicës, por në fakt për cilën shumicë ka fjalë. Po, me to Galicë, ma shumë unë e mirëna me ide dhe me zgjidhjen e konteste, me individ nuk mirëna përbes, nuk më le për shtypje shka flet. Jo veç kjo, po edhe ato tjertë. Zotë Gërmane? Po kjo është çështja të cilën kjo duke shfrytzuar pozicionin që ka dhënë kushtetuta, sepse në vende tjera partitë të tilla dhe njerëzit të tilla se kishin me pas pozicion, as që kishin më ul, që do të jem pak më jashtë se profesori nderuar në anën tjetër, as që kishin më ul në kuvende të tilla dhe as që kanë shans rast më ul, sepse s'kan vota. Pranina kjo ul aty në kuvend dhe tani është premendimin ja votën atje komendon se është më smiri ose si o logjika sajna. Po të kthejmë atje, pro pengesat në tërsi, desha një fjali të thëmë dhe natyrisht e pasaj vazhdojmë, të thëmë se janë pengesa, këto vendet e rezervuara janë vende jashtëzakonisht shumë të dëmshme për sistemin tonë politiko-shoqëror. Janë shumë të dëmshme. Të imponueshme. Është të imponueshme. Pra ne edhe pengesat e tilla shifen edhe tash aktualisht. Sepse këtë rezultatet e sistemit tillë që kemi, e gjenjes tillë që është jo vetëm e partive, po është edhe ardhmës juridike e kushtetuese që kemi. Pengesë, profesora, mund të jetë edhe mos bashkëpunimi apo mos reflektimi, siç e tha profesori Kryeziu, që është shumicë shqiptare janë 100 deputet? Natyrisht se po kemi të thonë pe fillimit. Ne jemi të thonë se duhet marrëveshje, partitë politike shqiptare janë 4, duhet të bëjnë kompromise, duhet të uleni, të bëjnë marrëveshje dhe të zgjidhin çështje të tilla. Kjo është gjë normale. Një unitet mes duhet kemi se edhe kushtetuta ju garanton, të tha dhe profesori, duhet me shku në koalicione. Po koalicion dhe me kom me shqiptar, ta pjesë integruese, jo vendimarrës. Kështu që deri sa t'i kalojmë disa sfida, se një parti politike sot në Kosovë nuk mundet me udhëheq Kosovën, është keq. Si kemi arrit në atë nivelin e lartë politik ngritur që një parti. Kështu që duhet me shku në koalicione të i krymë qëto procese që tash. Po. Dhe shkojmë në kuvendin e Kosovës, atje kemi kolegën e Donë Podvorica. Përshëndetje, Donë, sepse nuk patëm rastin të komunikojmë drejt për drejt. Atëherë Donë, cila është situata, disponimi në hollën e kuvendit e Kosovës, atje ku je në mesin e shumë gazetarëve që e kanë kthyer fokusin në zhvillimin e kuvendit.
Atëherë po e nisim me një deklarim të shkurtër të deputetit Hekuran Murati, Ministrit të Financave dhe Transfereve në detyrë, që duke shkuar shkallëve tani ka thënë që Albulena Haxhiu do të jetë përsëri kandidate për krye parlamentare. Kjo ishte një përgjigje e shkurtër, ndërsa këtë ndërlidhje e bëra me atë çfarë më herët këtu ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i cili konfirmoi se i ka kërkuar Kurtit në takimin sy me sy që të ndërrojnë emrin e kandidatit për kryetar të Kuvendit. I njëjti tha që nuk e din nëse Kurti do të ndrojë emrin, pra partia Lëvizja Vetëvendosje, që ka fituar numrin më të madh të mandateve nga zgjedhjet e 9 shkurtit, ndërkohë që praktikisht e mësuam nga Murati që Haxhiu do të jetë përsëri kandidate në këtë tentativë të shtatë me radhë për të marrë votat e nevojshme prej 61 votave që i duhen për të zënë karrigen e të parës Parlamentit të Republikës së Kosovës nga 8 seanca, nga 8 vazhdime në fakt të seancave që përmes të cilave është tentuar konstituimi i plot i Kuvendit. Kemi parë teksa lart janë ngjitur besart shumica e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, ndërkohë që kjo seancë e thirrur për orën 10 ende nuk ka filluar. Këndej nuk ka kaluar as kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili po ashtu ende nuk ka ndarë qëndrimet nga ajo se çfarë kanë diskutuar bashkë me Krasniqin, i cili është i vetmi nga dy partitë që i është përgjigjur pozitivisht ftesës së tij që lidhet me kërkesën e Kurtit për një bashkëbisedim në lidhje me gjetjen e zgjidhje të rrugëve mbi konstituimin e plotë të Kuvendit, që përfshin zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve, për të cilën gjë edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më herët janë deklaruar, e të cilët nuk kanë qenë të ftuar në këtë takim, kanë thënë që çështja e zgjedhjes së nënkryetarëve është çështje që i takon pra me ligj të gjithë partive politike, ndërkohë që kanë thënë që zgjidhja e krye parlamentare, që në këtë rast i takon partisë fituese, është një çështje që është më shumë politike, e për të cilën kanë thënë AK se duhet me u angazhu vetë partia fituese që të bëjë numrat e nevojshëm. Ndërkohë që po ashtu zonja Time Kadriaj nuk ka folur në lidhje me atë se cilin kandidat tjetër të Lëvizjes Vetëvendosje, në rast se do të kishte një tjetër kandidat, do ta votonin. E gjitha kjo referuar asaj çfarë javëve të kaluara, ditëve të kaluara, sepse tashmë kemi hyrë në maraton nga 48 orë të vazhdimit të kësaj seance. Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, kishte deklaruar se ka 2 kandidate nga Lëvizja Vetëvendosje që do t'i votonte për të parën e Kuvendit të Kosovës, duke përmendur emrat e Saranda Bogujevcit dhe Shqipe Selimi. Ndërkohë që në Kuvend tashmë në seancë ndodhet edhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, nuk dihet se për sa kohë mund të filloj seanca e as zhvillimet e tjera të mundshme. Këndej kanë kaluar edhe deputetët e listës serbe të njëjtit për të gjitha këto seanca, as nuk kanë votuar për as kundër, kanë marrë pjesë vetëm në pjesën e betimit dhe votimit për verifikimin e mandateve të deputetëve, ndërkohë që po e dëgjojmë tani zilen që thret gjithë deputetët që të zhvendosen në seancë në vazhdimin dhe tentimin e radhës për të konstituar të plot Kuvendin e Kosovës besart. Dona, faleminderit, ndërkohë që jemi me pamje drejt për drejt në sallën e Kuvendit të Kosovës, ku, si që tha dhe kolege Edon Podvrica, që zilja po bie, për ata që kanë vesh, do të thoshte një fjalë e urtë. Pra, çfarë precedentësh kemi pasur të kaluarën, edhe a mund në raste të ngjashme mund të themi, s'kemi pasur. Rasti parë, pra precedent është. Raste tjera kanë qenë, është trajtuar me aktgjykimin 2014, në të cilën partitë opozitare kanë kandiduar një kandidat për kryetarët e Kuvendit dhe kjo s'ka kalu, nuk kalon. Profesor, a mendoni që duke pasur këtë situatë e cila është krijuar dhe që nuk ishte parapar nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese që të ndryshohet në farë forme të mos lihet ky luks
për të futur vendin në krizë. Cilat duhet ndryshojë kjo? Ndryshohet, pa u konstituu parlamenti nuk bëhet asgjë. Sakt. Në momentin konstituimit parlamentit, atëherë zyrat ose këto departamentet ligjore që janë të qeverisë edhe që i ka dhe parlamenti, ata duhet me marrë iniciativë për ndryshimin edhe amendamentimin e kushtetutës dhe ndryshimin e bazë edhe ndryshimin e rregullores edhe me caktu afate. Edhe me caktu pasojat mas afateve, efektet, çka mund të ndodhë. Sigur që është e përcaktuar me tash për qeveritë, të cilën për shembull 15 ditën e parë e ka partia madhe, nëse mund ta bëj qeverinë mirë, nëse jo, edhe 10 ditë i jep presidentja, nëse jo, shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme, zgjedhjet pas 40 ditë. Po. Profesor, në rast se arrit një marrëveshje për ta zgjedhur kryeparlamentarin dhe më pas të shkohet në zgjedhje, çfarë mendoni kush rrezikon nga këto zgjedhje? Nga këto zgjedhje, nëse s'kemi marrëveshje politike apo koalicion të mundshëm midis subjekteve për çka u fol deri më tash, natyrisht se rrezikon kryesisht partia më e madhe që ka fituar shumicën e votave. Për arsye se asaj japet e drejta dhe ajo thuhet atje në Kushtetutën e Kosovës që presidentja duhet me bashkëpunim me partinë e parë së koalicionit që ka fituar shumicën e votave, o kompetencë saj, që të bjen kontakt dhe të përcaktojë mandatarin për ndërtimin e qeverisë. Nga ky moment kur caktohet mandatari për ndërtimin e qeverisë, fillon të rrjedh afati kushtetues për 15 ditëve, që duhet mandatarit të sigurojë 61 vota në mënyrë që të zgjedhet si qeveria e re. Në qoftë se s'mundet brenda kësaj kohe të sigurojë 61 vota, atë shkohet dhe ka të drejtën ekskluzive presidentja të konstatojë se cili subjekt, cili individ nga deputetët mundet të nga jashtë kuvendit të caktojë një person, i cili mundet të sigurojë 61 vota dhe ai pastaj ka 10 ditë afat për të zgjedhur qeverinë e tillë. Dhe këto janë procedura dhe nëse këto nuk bëhet dhe ky s'arrin me bë atë, atë është afati kushtetues që shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Këto rregulla ligjore. Partitë e vogla rrezikojnë për mos përfshirjen në kuvendin e Kosovës. Po unë në këtë drejtim e shoh se partitë e vogla kanë rreziqe shumë të mëdha nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme që mos të fitojnë votat për arsye se pragu për 5% për të cilin është përcaktuar në Kushtetutën e Kosovës është mjaft i lartë dhe kërkon një numër të vota mjaft të lartë, një numër mjaft të konsiderueshëm të vota për të ecur deri aty. Natyrisht se varet nga sa qytetarë dalin në zgjedhje, po duke mbështetur në faktin se kemi 800-900.000 zërs që po dalin në zgjedhje, atë duhet me llogaritë ku ka 50.000 vota. Parafërsisht 50.000-60.000 vota është 5% që ja garanton një partije që të futet në kuvend. Por dhe në këtë numër me arrit është një punë mjaft e madhe, është një aktivitet dhe angazhim shumë i madh që duhet të bëjë partia në terren me qytetarë për të marrë votat. Dhe në këtë drejtim unë besoj se qytetarët e Kosovës gradualisht do të shkojnë ka konsolidimi i sistemit politik shoqëror partijake kom fjalën, nëpërmes asaj se cilat parti politike do të jenë në parlament. Natyrisht se në vende tjera ne kemi me 10 parti politike, për marrim Gjermaninë, Francën, ku diuni, afër 100 parti politike janë në Francë, mirë po në parlament janë disa, ose në Gjermani janë mbi 150 parti politike, po në parlament janë 45 parti. Pra dhe Kosovës i duhet një reduktim i tillë dhe besoj që është një reduktim mjaft i madh. Për marrim për shembull dhe vendosin ku e ka 2 parti të vogla minore në qeverinë e vet. Nëse ndahen nga partia e madhe dhe veja, unë nuk mendoj se do të shkojnë dhe do të arrijnë të sigurojnë 5%. Natyrisht i takon qytetarëve të vendosin me votën e tyre, ose partive tjera për cilat nuk duhet i përmeni emrat aktualisht. Dhe qytetari ynë treguar mjaft në drejtim të asaj të analizës të subjekteve politike të kandidatëve për të dhënë votën. Ne kemi pasur çfarë lëvizje kemi të votuesve të qytetarëve. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ka pas 50% të Partia Demokratike e Kosovës dhe të vetëvendosja dhe tash përsëri ka dhënë një votim ku detyron partitë politike që të japin atë pjekurinë, të dërgojnë pjekurinë të politike për të arritur marrëveshje politike, koalicionit të mundshëm që ka foli profesori për të arritur atje. Dhe unë jam shumë dakord se vetëm koalicioni i mundshëm është që edhe në aspekte zgjidhjes së problemeve ekonomike, sociale, shoqërore tutje është VPDK. Por e mia kështë me qenë i bashkëqeverisë, se Kosova gjinet para sfidave të mëdha të ardhmen. Absolutisht. Nga regjia nëse mund të më njoftoni nëse është gati për të nisur seanca apo jo për të vazhduar edhe më tutje bisedën. Pra akoma, po. Zoti Kryezi, a konsiderohet kjo situatë si shkelje e rendit kushtetues?
Po jo, partitë politike, do të thonë, kanë mundësi mi përdorë mjetet politike, gjitha ato mjetet të cilat nuk kanë efekt dhune, do të thonë, kanë të drejtë, është e pa këndshme, është e pa e dëshirueshme, për ndryshe nuk ka ndonjë shkelje, kështu se kanë këto të drejta ekzistojnë të partitë politike dhe partitë në opozitare janë të interesuar gjithsesi që mos të ketë qeveri të re kurti, edhe kanë të drejtë këtë drejtim të vazhdojnë së bashku. Mirë, po a mendsojmë pak derisa të nisë sigurisht edhe seanca, cili është interesi, themi, i pazareve të ndryshme që Zoti Kurti nuk e ndron kandidatën ashtu siç po kërkon opozita, a është kjo fitim në kohë? Kjo nuk është interes kombëtar, as interes shtetëror, as shoqëror, është interes partijak. Edhe derisa nuk vendosin interesi kombëtar dhe shtetëror para interesit partijak dhe individual, atëherë i kem të situatë. Asgjë nuk është e mirë, do të thonë, nuk është duke punuar mirë. Mirë. Të shkojmë në Kuvendin e Kosovës, atë kur nga në moment pritet të nisë dhe seanca, pra vazhdoj seanca konstitutive, Kuvendit, shkojmë se çfarë do ndodh këtë herë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, në sallë jemi të pranishëm 110 deputet, mund të procedojmë me konstituimin e seancës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, deri sot kemi pasur disa tentime, por pa prodhuar rezultate në zgjedhjen e kryesisë dhe konstituimit të Kuvendit. Marrë parasysh aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 për çështjen e zgjedhjes së sekretarit të Kuvendit, konkretisht paragrafin 124, ku thuhet se votimi mund të jetë i formës së hapur, i fshet apo çfarëdo forme tjetër, dhe bazuar edhe në rregullorin e punës së Kuvendit, e cila në nenin 61 paragrafi 4 e parasheh edhe votimin e fshehtë me qëllim të hapjes rrugë për bllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hap rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. E ftoj administratën që ta bëjnë përgatitjen e nevojshme për realizimin e këtij procesi të votimit. Ndërkohë, ftoj përfaqësuesit e partive politike që të propozojnë nga një antar për komisionin përkatës të këtij procesi për zhvillimin e procedurës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
ju lutem të paraqitni emrat e antarëve të komisionit sipas subjekteve politike në kuvend. Të nderuar kryesues, ne për këtë komision të votimit e caktojmë deputetin Hekuran Murati. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike për Parim Gruda të propozoj një deputet për antar të komisionit. Kryesues, s'po besoj që ki kompetenca me vull namën të grupit parlamentar të PDK-s. Disa çështje. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit me ndryshu formën e votimit. Prej kur ka kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e pa precedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një me merr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juj të tillë. Andaj, mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak tekave tuaja me kthy kuvendin në cirk. Ju edhe mund ta impononi në mënyrë arbitrare, për mes kryesuesit që po e keq përdorni në çdo seancë për çka ndjej keqardhje për te personalisht, nuk keni drejt, as sekretariati s'ka drejt me i ndëgju edhe me ju bind kërkesave të paligjshme ju kushtetuese, por votat që si keni të hapun në mënyrë transparente, që doni me i bon në mënyrë të msheft, apo mendoni që ka ndaj pazar për cilin ju e dini e ne tjerë se dim që është në kutin e votimit, ju s'keni të drejt. Ju nëse doni me thellu e thelloni tutje. E dini që po krijoni precedent antikushtetues. E dini që në rastin e pamundshëm që e keni edhe me kalu, që kjo ju rrëzohet në ardhmen. Po s'është qëllimi jon as me kriju rast kushtetues, as po dojmë me çun gjykatë kushtetuese, mos u friksoni. Por nxjerrni një kandidat që ka lënë. Do t'ja përkujtoj se debati nuk ka në seancën konstitutive. Ne s'marrim pjesë në një votim të tillë të imponuar, as nuk propozojmë komision, ne do t'ju vëzhgojmë dhe do t'ju shohim e do të bëhemi dëshmitar për shkak të qytetarëve që na kanë votuar në këto ulse të këtij cirku që po doni me e bo, por vërtet është fyrje për këtë qytetarë që kanë votuar juve, kjo sjellje dhe kjo qasje edhe kjo tollje me kuvendin e Republikës. Ftoj përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit shumë kryesues. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores, ndryshimi i mënyrës së votimit në proces, siç u tha edhe më herët, nuk ka ndodhur asnjëherë dhe ne nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Është e vërtetë që rregulloria nuk lejon debat në seancë konstituive. Por gjithashtu është e vërtet se në asnjë pikë të rregullores nuk thuhet që mundesh me ndryshu mënyrën e votimit pasi që ke hyrë në proces. Ne jemi në proces dhe krejt çka lejohet është që të procedojmë me votim. Kaq. Në qoftë se ju do të procedoni, natyrisht që kjo lanë do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ju lutem qetësi. Ftoj përfaqësuesin e Srpska Listës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit.
Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege të poslanici, nderuar predlog koji kolegë, je dat nije u skladu sa poslovnikom o radu Skupštine i nuk samim tim është në harmoni za formiranje takve komisije ili me rregullorin e kuvendit dhe ne nuk do të votojmë për këtë propozim. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik. Ftoj përfaqësuesin e AK-s, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët, Intelektualët që ta propozojnë një deputet për antar të komisionit. Faleminderit, kjo që po ndodh këtu vërtet është për keqardhje. Alianca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zdravo mimoza. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta propozojë një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, prej Partisë Demokrate Turke të Kosovës e propozoj Fidan Brina Zhulta. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, IRDK, Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka, Emilia Regjepi. Za slobodu, pravdu i opstanak, Nenad Rashić. Koalicija Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane, PLE, Veton Berisha. Socialdemokratska Unia, SDU, Duda Balje. Partia e Ashkalinjeve për Integrim, Artan Aslani, Jedinstvena Goranska Partia Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli. I ftoj deputetët që me ngritje dore t'i votojnë antarët e komisionit të propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuara deputete, të nderuar deputet,
Në votim kanë marrë pjesë kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10. Unë ndërprej edhe kjo seancë, zoti Kryezius, që isheni këtë propozim që ishte nga lëvizja vendosje konkretisht edhe nga zoti Dean. Për mua edhe profën nuk janë shumë befasuese, se kemi dhënë kogja shumë për këtë vend, edhe e njohim këtë popull shumë mirë, kështu që kur gjë s'më befason, nuk kemi kriju vedi ende shtetërore, nuk jemi në nivel, tash fol çka dush, muj me fol si të ki qef, por domethënë kjo është mendimi im, edhe duhet më të dhimbët ata që kanë dhënë jetën për këtë vend, ushtria shqiptare, njerëz që kanë sakrifikuar për atë dhe për këtë shtet kemi sakrifikuar 100 vjet. Edhe të i falenderu edhe Amerikës e kanë ndihmu se problem është. Kjo një farformë është abuzim me një të drejtë, është abuzim me kushtetutën, abuzim me ligjin, abuzim me normën njerëzore dhe kombëtare shqiptare. Zotë Kelmen, edhe ju shkurtimisht, pasi do të kemi edhe deklaratat të pas... Natyrisht edhe një me mendimit e tillë, sepse të gjithë këta deputet nuk e kanë për bazë të kaluarën historike nëpërmes së cilës ka ky vend dhe këta deputet në këtë pozitë. Ajo që duhet të deklaroj është fakti se edhe me kushtetutë edhe me rregullore e kanë dhënë këta deputet një betim që të respektojnë kushtetutën, të respektojnë normat kushtetuese, në normat e rregullores së Kuvendit të Kosovës, dhe të shkohet në mënyrë transparente me një akt solem të zgjedhjes sekretarit të Kuvendit të Kosovës. Dhe unë të gjitha këto i kam para pasit gjëja transparente në bazë të rregulloreve juridike dhe normave juridike në vërtet dhe akteve kushtetuese, nuk kam besuar se këta njerëz kanë rarë në pozita kaq të ulta që mos të kuptojnë këtë çështje dhe të keq përdorin betimin e dhënë nëpërmes zbrastirave juridike që ka kushtetuta dhe rregulloria e Kosovës. Faleminderit shumë, unë do të falenderoj panelistët, ndërkohë që do të ndjekim me rend gjithë përfaqësuesit e partive politike. Për më bu kryeministër, ka vendos me vazhdu talljen edhe me kandidatën Haxhiu, po fatkeqësisht edhe me krejt qytetarët e Kosovës. Besoj që shihemi pas nesër. Urdhën? Po ju thashën po nuk bëhet kjo punë. Nuk mundet me ndodh. Ka kuptim votimi msheft kur janë 2 kandidatë. Kur janë 2 kandidatë, ka një kuptimi. Ai mundesh me thonë kjo saj, po në këtë rast nuk vlen, sepse është veç një kandidate, duhet me qenë një, duhet me propozu partia e parë. Po frika e këtyne, po besoj me u bo horë, se dhe këta duhet me kuptu që janë ka bohën horë. Po ma nërmene është duke ishti në avantura jo kushtetuse të përçudnuara. S'ka në arsyetim, ta veç janë du me thonë duke gjithë, duke... Po jo, bës që është një 55 vota i kanë. As 57 që i kanë bos më herët, s'po më rinë me i bo. I kanë 55. Nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Këto e din, zoti Kurti. Unë e besoj që e din se cili deputet i Kuvendit të Kosovës. Gjdo qytetar tashmë, gjdo votuesive të vendosjes. Nëse se din që për ju thëmë njerë, nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Pik. Nëse dëshiron me mojtë blokum shtetin, për shkak të Albulenës dhe nga spjegon çfarë borxhi i ka. Ama qytetarët nuk i kanë borxh Albin Kurtit, për me mojtë blokum venin se u tek me buni shoqet i kryetarët të Kuvendit. Faleminderit. Kemi Hikmeti Bajrami nga Lidha Demokratike e Kosovës. Tonë për dështimin e radhës në konstituimin e Kuvendit të Republikës e Kosovës, pos dështimeve sot si që patu bë edhe një shkelje tjetër kushtetuese ligjore me arbitraritet në një proces të votimit i cili tashme ka filluar dhe ka një kohë të gjatë, u tentua që të ndryshohet mënyra e votimit. Në fakt, rregulloria e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit, për çfarë do lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur, mirë po kjo përcaktohet në fillim të procesit. Asnjëherë në histori të institucioneve të Republikës së Kosovës
nuk ka ndodhur që të ndryshohet procesi dhe është shkelje në qoftë se një proces i tillë, domethënë mënyra e votimit ndryshohet pasi që të ka filluar procesi. Neve na vjen keq që kuvendi dhe institucionet e Republikës së Kosovës nuk po konstituohen, sot në vend se të kishim institucione të cilat do të merreshin seriozisht me problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, me inflacionin, me çmimet e larta, me anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për ngritjen e tarifave vetëm për qytetarët e vendit, duke përjashtuar këto 4 komuna veriore, domethënë vetëm për qytetarët me shumicë shqiptare. Ne sot në Kosovë flasim për një emër të vetëm, për emrin e Albulena Haxhiut. Qytetarët e këtij vendi, në veçanti ata që kanë votuar me shumicë, 42% që kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, duhet ta dinë që jemi duke shkuar drejt një procesi të zgjedhjeve. Dhe po shkojmë zgjedhje, jo sepse si parti politike atje në sallë nuk po pajtohemi se si ta adresojmë inflacionin, nuk po pajtohemi se si ta luftojmë mafinë energjetike, nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila i ka 48 vota, 48 ulëse në kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata i kanë reduktu problemet të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në emrin e Albulena Haxhiut. Dhe nëse shkojmë zgjedhje, shkojmë jo për shkak se nuk po kemi mundësi të zgjidhim problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje po refuzon të konstituojë institucione dhe të merremi seriozisht me këto probleme, po dëshiron të përsërisim zgjedhjet për ta bërë zonjën Haxhiu kryetare të kuvendit të Kosovës. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare as edhe pas një procesi zgjedhor. Ju e patë që unë e thash paraprakisht, këtyne ju dështoj edhe formimi i një komisioni, dhe më thonë, natyrisht në qoftë se do të kishte pasur votim në mënyrë të fshet, ne do e kishim një vendim si rezultati ati votimi dhe do e kishim dërguar. Tash natyrisht që nuk ka materja, nuk ka subjekt për ta dërguar, sepse si që patë nga partitë parlamentare, nuk u përkra një proces i tillë dhe votimi dështoj. Ju e dini që Lidhja Demokratike e Kosovës tani më është e prerë. Ne kemi thënë nga fillimi kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe konstituimi institucioneve bëhet me marrëveshje politike. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne nuk kemi marrë pjesë në takim. Për çfarë duhet marrim pjesë në një takim ku neve na kërkohet që na diktohet se si të votojmë dhe për kanë të votojmë dhe natyrisht që nuk mund të ulen partitë politike për të biseduar për proces zgjedhor pa u konstituu kuvendi. Nuk jemi të ajo piku në prap po e them, ne si Lidhja Demokratike e Kosovës njohim legitimitetin e votës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe po e them këtu që ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje dhe të përsërisim proceset zgjedhore, të shpenzojmë kohë dhe miliona taksa të qytetarëve të Republikës së Kosovës vetëm pse zonja Haxhiu nuk po arrin me i pas votat në kuvend. Urdhërat lutem. Nuk pofton për takime të paktën publikisht, nuk e dim që po takohet për marrëveshje politike. Ju refuzoni me të tjera me shku PDK refuzon në marrëveshje politike me ta. Sa duhet me vazhdu dhe cilat janë mundësi, nëse ka shqyrtu PDK janë mundësi me ndërprej që të zvarritje edhe ose më konstituu kuvendi ose më shku në zgjedhje. Nuk është përgjegjësia e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Absolutisht, pikërisht, jemi parti, mirë po kur të vije përgjësia, do më thonë duhet me kalu disa faza që me arë përgjësia tek ne dhe në momentin kur vim të pika ku ne jemi përgjegjës, natyrisht që do të marim të gjitha përgjësit, qoftë edhe me kosto politike, sepse kemi bërë historikisht. Unë kemi pa disa raportime që ka pasur tentime prej deputetëve të vendosjes me marrë votën e një deputiti e këtij deputet. Pra, veç po e bashkangjes me pyetjen. Dëgjani, ne kemi rastet për shembull kur është votu presidentja në vitin 2021 që ka pas lëvizje të deputetëve gjatë seancës konstituive, do të thonë prej një partie në një parti tjetër. Lidhja Demokratike e Kosovës respekton, do të thonë deputeti nuk i nënshtrohet asnjë diktati përpos, do të thonë vullnetit të tij dhe është përfaqësuesi shtetarëve të vendit. Jemi unik në të gjitha qëndrimet tona. Ne edhe për mënyrën e votimit tani më, edhe për qëndrimet tona, të gjithë grupi ishim unik, duke përfshirë edhe ata të cilët nuk ishin prezent. Ndërsa sa i përket asaj se çfarë kanë tentuar këta të arrijnë sot, unë nuk mund të spekuloj, duhet i pyesni ata se cili ka qenë qëllimi i tyre, por ajo që mund të konkludoj ishte që kjo ishte arbitrare, ishte shkelje kushtetuese dhe shkelje rregullore. Ju faleminderit. Përshëndetje, e po të rrjedhen dhe zhvillimet që ndodhen në seancën plenare, duke qenë deputete për shumë mandata asnjëherë gjatë konstituimit të kuvendit nuk ka ndodhur një formë e tillë votimit, apo një tendencë me bo një cirk në kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është dashur të sigurojë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit, jo të kaloj në këto seanca të tilla e cilat vërtet nuk është në rregull. Kosova po mbahet peng për një kandidat. Alianca ka dashur me dhonë zgjedhje, ka propozuar dy emra të cilët vetë lëvizja vetëvendosje nuk i ka pranuar dhe ata janë lidh me një emër që është emri Albulena Haxhiut, e cila në fakt nëse tentohet 5-6 herë, 7 herë të votohet dhe nuk merr votat e mjaftueshme, përkundrazi prej seancë në seancë po zvoglohen votat e lëvizjes vetëvendosje, është dashur të tërheq, të jep rrugë ndonjë kandidati që ndoshta ka qenë e mundshme me i marrë votat e deputetëve, qoftë PDK-s apo të LDK-s apo të AK-s, mirë po këta duke e parë që nuk i kanë votat, nuk po i sigurojnë votat, janë lidh me emrin Albulena Haxhiut dhe tash Kosova duhet mbetet peng i Albulena Haxhiut. Vota jonë e keni pa, nuk kemi marrë pjesë, kemi thonë që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicione që përbën lëvizja vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Dështuan në formimin e një komisioni, nuk ishin vota dhe tash shohim se çfarë do të ndodhë në seancën e pasnesërme. Faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, ishin këto deklarimet e partive politike pas ndërprerjes së seancës e cila do të rinisë të shtunën në orën 10. Mirëmbëjtje, ditën e mirë.